Zohet nga kryeministri Edi Rama. Një program jo ai që ka preferuar vetë ta prezantoj, pasi siç thot ai ne premtimin nuk bëjmë sepse kemi të fituar zgjedhjet, por nga ana tjetër pa ngjyrat e tyre pamjeve digjitale, figurave ku format e përmbajtja për kryeministrin janë një njëjta gjë, por ato program që tregojnë vetë faktet. Ne do të bëjmë një asemblim sot fakt të atyre që kanë dalë të paktën në këtë javën e fundit dhe në 24 orët e fundit, të cilat të krijojnë një perspektivë të qartë se si mund të jetë Shqipëria e 4 viteve të ardhshme. Fillimisht dua të prezantoj të ftuarit në studio, Indira Bushatin, juristën e njohur, eksperte për çështjet juridike, është kënaqësi e ndyr që të kam në studio. Romir Seraçi, si çdo të mërkur, kryeredaktori i Sëri Televizion, është kënaqësi Romir kur më vjen në studio. Kam Alba Kepin, kolegen time nga Roma. Alba, mirë se merdhe. Dhe Genc Burimi, gazetarin e Radio Francës. Mirë se erdhe, Genc. Në fakt, secili prej jush do të jetë për një pjesë të rëndësishme të programit. E kam quajtur kështu në thonjza në fakt Romir program, është pak ironike thënë. Kemi me të përzitur temat apo mund të flisni secili për atyre të diasporës ju a kanë përcaktuar në fakt në mënyrë të qartë, sepse di dy gjëra që ka denoncuar të paktën Alba Kepi, di edhe një shënim goxha të ashpër të Genc Burimit. Me ty dua ta nis kështu. Lajmi i mbrëmshëm ishte rikthimi ose më mirë rikthimi, kërkesa e gjykatës ndaj prokurorisë për marrjen pandehur të Olta Xhaçkës dhe Erta Ngaçit pikërisht për të regjistruar procedim penal. Për të nisur procedim penal. Në fakt në vigjilje të fushatës. Ndjekim fillimisht insertin dhe më njëherë në studio 4. Në rastin konkret, prokuroria e posaçme duhet të regjistrojë procedim penal dhe të vazhdojë hetimet mbi parashtrimet në kallëzimin e regjistruar me numër 81, fraksion 2023 se ish kryetari i Bashkisë së Imarës, Jorgo Goro, Këshilli i Qarkut Vlorë dhe ish punonësit e ZVRPP Vlorë, në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë kryer veprime në lidhje me falsifikimin e dokumenteve zyrtar, të cilët janë përdorur për regjistrimin e një pasurie të paluajtshme në pronësi të subjektit Foto Mëhilli, dhe kjo pasuri është tjetërsuar në favor të tretëve, konkretisht të familjarëve të së kallëzuarës Olta Xhaçka, e cila në kohën e marrjes së këtyre vendimeve nga Këshilli i Ministrave ka ushtruar detyrën shtetërore të ministres të mbrojtjes në atë kohë dhe funksionin politik të deputetes. Me qënë se jemi këtu dhe ishte lajmi i ditës, po japim edhe përfundimin fakt e tim dhe kalim në çështjes për gjykim edhe për ish ministrin Beqaj. 6. Gjatë ushtrimit të detyrës si drejtori i përgjithshëm i Saspakut, i pandehuri Ilir Beqaj duke vepruar si urdhërues në bashkëpunim me të pandehurin Ermal Kurtulaj, i cili ka vepruar si zbatues për gjatë viteve 2022-2023, kanë kryer procedura prokurimi fiktive në kundërshtim me rregullat PRAK, të përcaktuar në rregullat e zbatimit të rregullores financiare të aplikueshme për të gjitha kontratat e ndihmës së jashtme të Bashkimit Evropian, të financuara nga buxheti i përgjithshëm i BE-s, Fondi i 10 Evropian i Zhvillimit EDF dhe të detyrueshme për të zbatuar sipas Tenit 5, gërma C të ligjit numër 37 fraksion 2015 dhe ligjit me numër 21 fraksion 2018 për ratifikimin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Këto tendere janë zhvilluar me procedurë negocimi konkurruese, të cilat janë urdhëruar për të kryer nga i pandehuri Ilir Beqaj në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm, i cili ka nënshkruar mbi dakordsinë për të kryer shërbimin e caktuar, ftesat që janë dërguar subjekteve për të paraqitur ofertat sipas llojit të prokurimit, urdhri për ngritjen e komisionit për të kryer vlerësimin e ofertave, shkresa dërguar fituesit pas vlerësimit, si dhe lidhja e kontratës, urdhrat e pagesave primeve, këto të kryera kohë më pas nga lidhja dhe zbatimi i kontratës. Domethënë, në programin deklaruar të kryeministrit Rama Shqipëria në 2013 në Europë. 2030. 2030 sa thash? 2013. Nëse lapsus, s'ka problem. Lapsus. Ndoshta nga që nuk ndodh kurrë, nuk e di. Ideja është, në 2030 thot Edi Rama, Shqipëria në BE. Ironia e fatit, Beqaj kalon për gjykim tashmë çështja, pra pasi përfunduan hetimet, pikërisht për thyrjen e rregullave të prokurimeve të Bashkimit Evropian, keq përdorimin e fondeve të BE-s. Nuk po i hy këtu çfarë ndodh me bujqësinë, se ajo nuk është prekur akoma çështja e Olafit se çfarë bën me fondet të Bashkimit Evropian për subvencionet e fermerëve.
Po sjell dhe rastin e Olta Xhaçkës, kandidate për deputete po e Partisë Socialiste dhe për këtë zgjedhje, e cila përfundon tashmë me nisi procedimin penal në SPAK. Ky është programi i Edi Ramës për sa i takon çështjeve të korrupsionit? Unë do ta shifja në një këndvështrim pak më ndryshe. Edi Rama po bën pikërisht duke përdorur korrupsionin dhe njerëzit e vet, po jep ato shembuj për t'i mbushur mendjen Bashkimit Evropian, që do ta integrojë në vitin 2030. Dhe pse e them këtë? Që është evidente abuzimi me fondet shqiptare, por edhe të Bashkimit Evropian apo dhe shteteve të tjera, është i padiskutueshëm dhe është i provuar në të gjitha format. Ishin fondet e IPARD-it, sot bujqësia nuk i merr. Fondet e SASPAK-ut i menaxhoi siç duhet Ilir Beqaj. Dhe Ilir Beqaj u qua te fondet e Bashkimit Evropian me qëllim nga ana e kryeministrit Edi Rama, duke e ditur se çfarë përfaqëson dhe çfarë pune dhe çfarë menaxhimi bën Ilir Beqa, sepse e kishte të dëshmuar në sektorin e shëndetësisë, që ishte punë mbaruar dhe i mbaroi siç mbaroi. Po cili në fakt nuk ende nuk ka... Nuk ka dhe për mua ajo është çështja e rëndësishme, e cila do ta pengojë Edi Ramën për të marrë në 2030 nëse do ecim në logjikën e Edi Ramës, për të marrë integrimin Bashkimin Evropian, se nuk besoj se ka vend apo institucion evropian që të pranojë që Ilir Beqaj është në burg për sa 20.000 euro, 200 po të doni ju i çojmë sa mund të fatura e drejt për drejt Ilir Beqaj përballë 100 milionshit të sterilizimit. Dhe duke e parë dhe pse e them po luan Edi Rama me këto makinacione. Edi Rama është ai që e komandoi që emëroi Ilir Beqaj qoftë në Ministrinë e Shëndetësisë, qoftë te SASPAK-u. Ilir Beqa sot është në qeli për abuzimin me fondet e Bashkimit Evropian, sepse kërkesa e llogarisë së tyre është pak më e madhe. Dhe çfarë ndodh? Sot sërish Edi Rama po përdor këtë rast korrupsioni për të shpëtuar Ilir Beqaj nga një korrupsion më i madh tek sterilizimi, duke i thënë qytetarëve dhe Bashkimit Evropian që Ilir Beqaj është në burg për abuzimin me fondet, por me disa fonde për cilat Ilir Beqaj mund të dalë nga burgu më shumë shpejt, ende pa u marrë vendimi për dënimin. Duke shmangur një kosto më të madhe, thuaj, në këtë fushat. Po i hedh hysyve nëpërmjet drejtësisë së kapur, domethënë të funksionuarit me dirigjim, duke dënuar Ilir Beqën për SASPAK-un dhe duke e shpëtuar për atë që është problemi më i madh i Ilir Beqës, për cilin duhet japi llogarin për abuzimin me 100 milionë euro e sterilizimit e qindra milion eurove të tjera në menaxhimin e sektorit të shëndetësisë. Prandaj e shoh më shumë një lojë Edi Ramës me mikun apo ish mikun, po besoj vazhdon ta ketë mikun e tij Ilir Beqa, duke çuar për vizitë në burg dhe duke përdorur në të rast edhe për atë panoramën se drejtësia po vepron. Në rastin e Xhaçkës? Në rastin e Xhaçkës, po jo, në rastin e Xhaçkës prapë është, shiko, për pjesa